Kur ble një produkt ushqimor, të gjithë jemi të prirur tek çmimi, por në fakt gjëja e parë që duhet të shihet është cilësia e produktit që blejmë për të ushqyer. Vezët janë një ushqim thuajse i përditshëm, i cili për vlerat ushqyese konsumohet shumë. Para disa kohëve, temë kryesore ishte çmimi i vezëve, ndërsa më e rëndësishme është të dimë se ku prodhohet, nga kush dhe cila është rruga e futjes në tregun ton. Kjo pasi prej kohësh, në shumë tregje të Shkodrës, po qarkullon një vezë e cila me shumë mundësi futet kontraband. Bëhet fjalë për një produkt anonim, i cili nuk ka asnjë shenjë dalluese se ku prodhohet apo nga kush importohet. Rreziku për qytetarët është i lartë, pasi nuk dihet se sa e freskët është veza, e cila kthehet në helm të mirëfillt nëse nuk konsumohet brenda disa ditëve. Deri tani nuk ka informacion për helmin nga konsumi i kësaj veze, por prania e saj në treg pranohet edhe nga drejtues të degës së tatimeve, të cilët nënvizojnë se gjatë muajit dhjetor janë sekuestruar mbi 7.000 kokra vezë, të cilat janë hedhur në landfillin e Bushatit. Realisht në fund të nënorit dhe në fillim të dhjetorit, drejtoria e hetimit tatimor ka konfiskuar 2 herë sasi vesh, një herë rreth 3.600 kokra dhe herën e dytë rreth 4.000 kokra vezë, to duke qenë se ishin pa vulën përkatëse të subjektit që i kishte prodhuar dhe ishin pa faturë tatimore. Një vëzhgim i bërë sot në disa pika konstatuam se kishte sërish në treg. Nga ana tjetër, morëm garanci se hetimi tatimor, si edhe më parë, do të vijojë gjurmimin e kësaj veze, e cila me sa duket futet kontraband përmes Kosovës, por që prodhohet në Serbi. Zderoni i si dëshit, të tonë i marrë një gjashose sa për sa me najtë. Nuk është e Shkodrës. Edhe, aja Florian jam ju, duke dhe dusit, s'ka, vetëm me fjallë Kosovës edhe të asoj. Në fund, një kujtesë për konsumatorët shkodran. Tregonit kujdesshëm, kur blini vezë, i merrni ato vetëm në tregtar që njihni. Duhet i pyesni se ku janë prodhuar, të shihni vuljen e kompanisë dhe datën e konsumimit të tyre. Një element i rëndësishëm është dhe ambalazhi, i cili duhet të përmbajë të gjitha të dhënat më sipër, por dhe emrin e kompanisë që i prodhon vezët. Ajo është një produkt ushqimor i cili fatmirësisht prodhohet në vend. Kur nuk njihet prodhuesi apo importuesi, ju mendoni se po blini vezë, ndoshta edhe me çmim më të lirë, por pa dashje po fusni në shtëpinë tuaj helm. Kjo pasi madhe i kontraband nuk i nënshtrohet asnjë kontrolli sigurie.